Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të kanalit AMD Gjon. Ja ku po ritakohemi sërish edhe sonte me mua Tirona Lilin për të pozicionuar edhe një herë tek protesta që ndodhi në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Një protestë që në fakt nxori në pa shumë figura të rëndësishme, mbështetje e madhe nga Shqipëria dhe Kosova, edhe pse fatkeqësisht studentët e Shqipërisë nuk u lejuan nga policia që të bëhen pjesë e protestës, por gjithsesi dashuria e tyre për vëllezërit e tyre në Maqedoninë e Veriut, respekti që ato kanë për këto vëllezër dhe realitetin që ato e prekën me duart e tyre në këtë vend i la në fakt pa fjalë. Ditën e djeshme, një vend të rëndësishëm në mediat shqiptare, brenda dhe jashtë vendit, zuri edhe hoxha i nderuar Recep Ziberi, i cili ishte pjesë e kësaj proteste, ndoshta pak e çuditshme ishte edhe për të gjithë shikuesit, sepse nuk ishim mësuar që të shohim një hoxh në vendime kaq të rëndësishme dhe sidomos kur është në pyetje studenti, por zëri i tij e hoi dhe frymoi shqip. Unë pata me një herë kënaqësinë të ftoj në studio dhe të elaborojmë si çështje dhe si temë, por për ta njohur edhe më shumë qëllimin e tij për të dalje në protestë, ai e pranoi ftesën për të qenë në emisionin AMD Gjon. I nderuar në krahun tim të djathtë të kem hoxhën Recep Ziberi, kryetari i shoqatës së ulemave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, magjistër i shkencës andralogjisë dhe kriminologjisë, si dhe teolog i diplomuar i shkencave islame. Faleminderit zoti Ziberi që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit tim. Ju falenderit edhe juve për ftesën. Ju dëshiroj shumë suksese të më të tjeshme në realizimin e këtij emisioni. Anjëherët ju përgëzoj për një moderator të përkryer, i cili atë që e keni në shpirt dhe zemër u a thoni troç të gjithëve, në veçanti atyre që i keni pranë jush musafir. Faleminderit shumë, ju e meritoni. Në fakt, dje ishe me shall. Sot shalli nuk e ke. Një shall që u bë pak viral, a u dogji, as u dogji, kjo puna e shallit, pse ishte aq e çuditshme për një pjesë të shoqërisë që një hoxh me shall ka dalë në protestë. Cili është identifikimi i hoxhës? Sa është shalli? Natyrisht, arsyeja se pse sot nuk e vendova shallin këtu është kjo. Nga gjitha përgëzimet, reagimet, ndoshta nga 99% i përgëzimeve të pjesëmarrjes së një hoxhe për krah studentëve tonë që janë bebzat e syve tonë, ndoshta 1% ose islamofob, ose misionar të dreqit që kiblen e kombit vet e kanë të drejtuar ka Beogradi dhe Moska, u morën pak me shallin tim. Desha t'u jap atyre një mesazh. Patjetër. Se shalli është pjesë e identifikimit të hoxhës në kryerjen e ritualeve të veta. Ai mund ta mbar, mund ta heq kur të don. Po shalli as kendi nuk e bën, as më fetar e as më patriot. Dje ishte vendi dhe kuvendi për ta venduar shallin dhe për t'i treguar këtij populli se hoxhallarët si në të kaluarën, njashtu edhe sot, qëndrojnë pas çdo kauze tonë kombëtare që historikisht është larë me gjakun tonë. Kjo është shumë e bukur, sepse unë mendoj që hoxhallarët janë dietarë do t'ju quaj, më të vlefshëm të vendit, të cilët duhet të bëhen pjesë e kauzave që bëhet pjesë për gjakun e tyre, për kombin e tyre. Patjetër. Tira, shkurt qartë. Fjala hoxh nuk është fjalë e gjuhës shqipe, nuk është as fjalë e gjuhës arabe, është fjalë turke që në gjuhën shqipe do të thotë mësues. Hoxh do të thotë bukfalisht në etimologjinë e gjuhës shqipe mësues.
Po. Nuk e di unë si e kuptoj njerëzit këtë. Po, me vetë jemi dëshmitar se mbi 150 hoxhallar u vranë. Populli thotë ranë dëshmor. Unë nuk them ranë dëshmor. Ai nuk ka ra, ai është ngritur. Për këtë gjuhë, për këtë adhe, për këtë flamur. Mbi 150, e sa të tjerë ke të plagosur, ke në përkarrota, tash, cili qenë ka roli i hoxhës? Vallë, mos duhet na rolin e një hoxhe ta përkufizojmë vetëm në xhami, hoxha të merret me mevlude, hoxha të merret me kufama. Jo. Ai hoxhi cili merret vetëm me xhami. Ai nuk është hoxhi për kryer. Hoxhi për kryer është ai i cili interesohet për çdo lëmi. Sepse tek e fundit, çdo lëmi bazat e veta i ka në Kur'an. Hoxha është shumë më i madh atëherë kur e njeh edhe gjeografin, atëherë kur e njeh edhe historin, atëherë kur e njeh edhe oqeanistikën, atëherë kur njeh sociologjin, psikologjin, filozofin. Ky është hoxhi për kryer. Hoxhi për kryer, shqiptar është ai i cili e njeh historinë e popullit vet. Unë kam thënë dhe do ta them përsëri, ai hoxhi i cili minimum nuk më njeh historinë 4000 vjeçare të popullit tim shqiptar, ai nuk është hoxhi kompletuar. E bukur. Më thuaj çfarë pat dje në këtë protestë, si e përjetuat protestën e djeshme, çfarë atmosfere pat tek studentët ju, personalisht ju? Për mua ishte një ndjenjë e papërshkruar. Kërkon rinia, kërkon ai i cili është vënë pas dijes, ata të cilët janë themelet, bazat, bërthama, ardhmëria e një populli, një kombi, thash edhe armatura, edhe disa ishin marrë me këtë çështje në armaturës, së është fjalë huj, ku e di unë është fjalë shqipe, shumë mirë duhet ta dim. Armatura e popullit keni thënë ju. E kam thënë me diume edhe do të vazhdoj ta them. Po. Nëse dikush mendon se është më shqiptar se unë dhe mund ta njeh gjuhën shqipe më mirë se unë, e sfidoj publikisht edhe këtu, edhe në CNN, edhe në BBC, edhe ku do qoftë, edhe merremi me çështje gjuhësore. Asaj në gjuhën maqedonase i thon ndryshe. Mos e themi fare. Po, nuk dua ta them as pak. Por janë ndjenja të papërshkruara. Studentët janë ardhmëria jonë. Edhe ne kemi qenë student. Unë kam 2 fëmijë. 2 djemp. Po. Edhe definicioni i fjalës fëmijë në jurisprudencën islame është ky. O ti, që askendin në botë më tepër se ti nuk e dua. Dhe këshillat më të bukura, para se t'ja jap çdo kujt tjetër, t'i jap ty. Kjo është për shprehjen fëmijë, Vlad. Pa marr parasysh, a është 1, ai ke 2, ai ke 3, të gjithë janë barabartë. 2 djemtë e mi janë bebzat e syve të mi. Njëjtë siç janë djemtë e mi, janë të gjithë djemtë e popullit tim. Janë ata student që në mënyrë demokratike, legale, legjitime, konform aktit më të lartë normativ të një shteti, konform kushtetutës së këtij nëngjelli, kërkuan me plot të drejtë realizimin e një të drejte, që e thash edhe dje, u fitua me gjakun e dëshmorëve ton, të vëllezërve dhe motrave tona, fatkeqësisht, ndjek shpirti ta them, edhe të fëmijëve të therrur në djep, të bijve dhe bijave të këtij populli, e tash ti kujtohet dikuj, dhe ta hudh poshta atë e cila u fitua me gjithë këtë mundë dhe gjithë këtë sakrificë, kjo është e pamundur. Nuk do ta lejojmë asnjëherë. E bukur, bravo. A ishte kjo, do me thënë, një protest e cila mbeti vetëm studentore, apo kaloi përtej saj, në kaos shoqërore u shndrua? Me sa arrita ta lexoj në mes gishtash, sepse ai cili nuk din
të lexon mes rreshtash, ai ka problem pak me trurin e vet. Po tek e fundit edhe në mënyrë direkte potencoj studenti i nderuar zotri Mevlan Ademi, nëse Po, s'gaboj, Mevlani. në fjalimin e tij se tani më kjo protest do të merr edhe për masa tjera. Përpos asaj që kërkojnë që kurorzimin, finalizimin e studimeve të tyre ta rrumbullaksojnë në gjuhën e ëmbël dhe të bukur të madhit Zot që e shpallin këtë botë, gjuhën shqipe, ata thanë kush diti të lexon mes rreshtash se ma nuk do të mjaftohet me kaq, por do të kërkohet edhe diçka tjetër. Sipas jush, cili ishte mesazhi që Shkupi e përçoi dje drejt të gjithë shqiptarëve anë kanë botës? Mesazhi i studentëve ishte i qartë. Ata kërkojnë një të drejtë legale dhe legjitime. Po, Shkupi për mua edhe për ata të cilët kuptojnë mesazhet që përcillen në këtë formë, ka qenë kryeqendra historike e mbretërisë së Dardanisë. Shkupi historikisht çdo herë ka qenë dominant nga numri i shqiptarëve që kanë banuar në këtë troje. Dhe krejt e dim se edhe prej vitit 1912 ish Jugoslavia, mbretëria ish Jugoslave. Më pas, para luftës së dytë botërore, pas saj, aty në vitin 1952, ku përfundon egzodi, shpërngulja e shqiptarëve të Shkupit, arrin që numri i serbo-bullgarëve të bëhet dominant në këtë qytet, duke përjashtuar në përgjithësi nga kjo republikë 2/3 e shqiptarëve. Bëheni mend. 2/3. 2/3 e shqiptarëve. Këto e kam lexuar në shumë vepra tonat historike. Vetëm 1/3 e popullit shqiptar mbeti këtu. Disa u vranë, disa u dobuan. Vetëm në vitin 52 i nderuar. Mbi 49 hoxhallar nga Shkupi, Tetova, Gostivari, Kumanova, janë humbur i gëlltiti toka nga sistemi i atëhershëm serboslav. Sot e kësaj dite nuk u dihen as varret, as nam, thot populli, as nishan. As e shtrat e tyre as asgjë. Vetëm e vetëm sa i hoq mbronte identitetin kombëtar dhe thoshte se ai i cili shpërngulet në Turqi nuk është musliman. Pse e tha këtë? Ai i cili shpërngulet kudo qoftë ai përsëri mbetet musliman. Po atë dhe dashuria e Azem Maranës dhe shumë hoxhallarëve të tjerë bëri që të këmbgulin që ky popull mos shpërngulet në trojet e huja, po të mbetet në trojet e veta autoktone, etnike, historike, shqiptare. Është kjo edhe një lloj përjetimi që ti e ke rikujtuar ditën e djeshme gjatë kohës kur marshoj, sepse ju keni nisur që nga ura e Gurit dhe keni marshuar deri tek Ministria e Drejtësisë, ju kam ndjekur gjatë gjithë kohës, ishit i rreshtuar pranë ish luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku në fakt në atë mes duhet potencuar edhe për të gjithë shikuesit ishte edhe mbështetësi nga Shqipëria Laert Vasili, të cilin e përgëzoj në fakt për këtë nismë që ka bërë dhe që ju kishit ndarë dhe momente me të pas proteste apo para proteste, kishit kaluar një moment të bukur. Dua të di pak edhe qëndrimet e tij. Domethënë ke do më japësh një përgjigje pak më të gjatë rreth kësaj çështje. Unë zotëriu në fjalë dje për spari herë takova. Kishte qëndrime serioze ndaj popullit shqiptar vlladashës të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
kishte gjak shqiptari. Dashuri ndaj çdo shqiptari kudo që gjendet ai. Kjo është mesazh për të gjithë shqiptarët. Kudo që ndodhen. Pa marrë parasysh, a është hoç, a është prift. Ne kemi një flamur, ne kemi një gjuhë, ne kemi një adhe, ne kemi një kulturë. Të gjithë duhet të jemi bashk, sikur trupi me shpirtin. Prifti shqiptar merret me çështje të religiozitetit të vet. Po. Edukon, këshillon, mëson në kish, në katedrale, në sinagogë. Pjesën e popullit tonë që i takon atij besimi. Hoxha edukon në xhami, hoxha edukon në shkollë, hoxha edukon kudo qoftë. Po. Sa i hoxhi i cili thash mbyllet në xhami, ai nuk meriton me plot kuptimin e fjalës të quhet hoxh. Ai djalë mu duk djalë shumë i mirë. Ai është aktor i popullit. Patjetër, jo më kot ndalova tek ai. Po. Dha edhe një prononcim me sa e di unë, sepse së bashku, së rreshturi, ecëm me atë, ecëm edhe me disa pjesëtar të luftës tonë, të kauzës tonë, të dasmës së madhe shqiptare, edhe në Kosovë, po komandant Malën, edhe këtu komandant i brigadës 112 në Tetov. Njeri i përkryer, njeri i shkolluar, njeri i moralshëm, njeri që rrallë kund mund të gjesh. Kënaqësi e veçantë që të përkujton edhe të kaluarën, po të përkujton atë të cilën e ke në zemër. A kishte moment që u përlote, i nderuar hoç? Jo, me thonë të drejtën jo. Ndjeshe krenar me guximin? Absolutisht që ndjehem krenar me guximin e atyre të rive dhe të rejave tona. Ajo më bën krenar. Ajo më emocionon edhe më shumë. Dhe le ta din ajo rini, le ta din ata student, se kurrën e kurrës nuk do t'i lëm vet. Armiqtë e popullit ton një gjë duhet ta kenë parasysh. As një prind, as një shqiptar nuk e shet e vladin e vet. Na nuk i shesim bit dhe bijat e këtij kombi. Na vdesim nëse na jep i madhi Zot edhe 10 jetra, edhe 100, para tyre, e ata nuk u adërzojnë. Ata let ecin, se na kanë shpinë, na kanë dorë dhe na kanë krah deri në finalizimin e tërë asaj që ata do ta kërkojnë. Si të duk veprimi që bëri institucioni i Ministrisë të Brendshme, do me thënë njerëz civil, policë, ashtu siç edhe studentët e shpjeguan, mbrëm ka qenë tek emisioni me Grida Dumën për shtypjet e para dhe reagimet e para, që studentët e Tiranës nuk u lejuan që të mbrinë në protestë, do me thënë u vonuan, gjasme kishte probleme, sistemi kishte rënë, etj, më pas studentët treguan krejtësisht një diçka tjetër. Shiko, lexova edhe unë pak më herët dje, ka rënë sistemi. Po mirë, pse par dje nuk rënë sistemi? E çuditshme. Po. Apo? Po. As pak nuk është e çuditshme. Kjo ka qenë punë e dirigjuar e të dy partnerve tani më në qeveri. Flet në këtë rast për VMRO-n dhe për Vlenin. Për Vlenin. Okej. Partner të tretë nuk kanë. Po tjetër, po, këto janë aktualisht. Me siguri se ka qenë punë e dirigjuar, e koordinuar e tyre, vetëm e vetëm që studentët të mos arrin fare, ose të arrin me vonesë. Kjo ndodhi para tyre njëherë me studentët e Tetovës, që autobani u blokua, autostrada Shkup-Tetov e tëra u blokua. Po. Derisa nuk u intervenua nga faktor me relevancë kombëtare dhe ndërkombëtare, ata të lejohen.
por unë dje u a thash edhe atyre ish luftëtarve të ushtrisë tonë, çlirimtare kombëtare. Madje u prononcova edhe në një medium, sepse dje jam prononcuar ndoshta mbi 6 mediume, vetëm 2 e nxorën atë, të tjerëve nuk u kishin pëlqyer fjalët e mia, fjalë që burojnë nga shpirti dhe zemra. Për çfarë fjalë bëhet konkretisht? Për çdo njërin kam dhënë deklarata të ndryshme. Okej. Por brenda suazave të asaj që është pastër etnike, shqiptare, kombëtare dhe brenda suazave të asaj që është legale, legjitime, lidhur me të drejtat tona kombëtare me këtë vend, historikun e këtij vendi, burrat me emra konkret të rënë ose të ngritur dëshmor, po për këtë vend, por ata këtë nuk e bën. Ajo ndodhi qëllimisht që ata të mos arrijnë në ku. Studentët nga Tetova, studentët nga Kumanova, nga Struga, nga Ohri, të gjithë erdhën me vonesë. Po, një mediumi i thash shtu. Thash, kote keni. Edhe nëse ata nuk arrin, Shkupi dhe shkupjanat, qytetarët e Shkupit, studentët e Shkupit, kanë ditur historikisht edhe vetë t'i dalin zot vetvetes. Kote keni se ne i blokoni. Këtë e kam thënë në një medium. Askush nuk e nxorri. Shkupjanët kanë ditë t'i dalin në zot vetvetes dhe dim t'i dalin edhe pa qytete tjera. Por kur jemi bashk, trimi i mirë me shumë shok, atëherë jemi një kala e pathyer. E këta atë nuk e duan. Ne shqiptarët atë e duam. Ne hoxhallarët këtë e duam me shpirt edhe me zemër ta shohim bashkimin dhe unifikimin e popullatës tonë, e politikanëve tonë. A nuk është turp për ne sot del kryeministri i shtetit Hristijan Mickovski dhe kërkon nga pala maqedonase unifikim kombëtar. Kundër kujt e kërkon? Pse e kërkon pikërisht sot, kur djeun të hyra matan urës gurit? E kërkon për një arsye, për pikë dhe poena politike. Jo që është hero i madh. I intereson pushteti, i interesojnë disa vegla që i ka kapur me pelë për dore dhe i rrotullon nga don dhe si don, njerëz të cilët bëjnë pazarllëqe me më të shenjtën e popullit ton, me gjuhën. Çfarë pret prej këtyre? Ku janë këta? A janë gjumë? Unë prej tyre kërkoj vetëm një gjë. Zgjohuni. Zgjohuni sa i tjetri dim të unifikohet. Ta gjejmë momentin për bashkim. Ati përçohesh edhe më tepër. Po këtë e thua sepse ju, me sa unë pash një fotografi, besoj që të ka rënë në sy fotografia. Po? Që vinit nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, diçka e tillë, apo e thua sepse vërtet është shpirti jot shqiptar dhe e kërkon këtë gjë? Shpirti im shqiptar e kërkon këtë gjë. Bashkim, unifikim. E po pse ndodhi atëherë kjo fotografia dje? Të ulemi bashkarisht dhe t'i trajtojmë, t'i zgjedhim të gjitha çështjet tona kombëtare të cilat na tangojnë neve. Sa i takon asaj fotografisë, është bindje personale e çdo kuj që të ndjek, t'ja jep votën, ta përcjell dhe ta don një parti politike. Unë Bashkimin Demokratik për Integrim e kam votuar 22 vite me radhë. Asnjëherë nuk kam kërkuar asnjë shpërblim, as merit, as një sent. I keni të gjallë të gjithë. Mund, ju betohem në Zot. Ju bëj be në kokat e 2 djemve të mi. Kur nuk kam kërkuar ndonjë merit, ndonjë post, ndonjë pozicion, asnjëherë. E dua për atë se Bashkimi Demokratik për Integrim, për këta që nuk din asnjë sent, është shkollë politike. Bashkimi Demokratik për Integrim, për mua, është lëvizje mbar kombëtare. Lideri i saj, çdo kush ka të drejtë, ta pranon ose mos pranon. Këto janë bindjet e mia personale, dhe këtë e them nga shpirti dhe zemra. Lideri
i Bashkimit Demokratik, bukfalisht për mua është lider historik i këtij populli. Për mua është Ademi Jashari i shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë. Dhe burras jaj lindin një herë në 100 vjet. Pse të mos e dua një njeri i cili në kohën kur ishte në krye të kryeministrisë të qeverisë, më tepër ministra patëm shqiptarë se sa Maqedonës. Vetë jeni dëshmitar. Le të del dikush edhe le të më mohon këtë që e them. Ku ishte gjuha shqipe në kohën e Zotëria Ali Ahmetit ku është sot? Del një, më falni në shprehje, një çardak paparmak, atje nga Llorca, edhe dëshiron të bën komparacion gjuha në kohën e Bashkimit Demokratik për Integrim, gjuha në kohën e sodit. E keni fjalën për deputetin? Deputetin. Okej. Kjo nuk pranon komparacion. Kjo nuk pranon analogji. Në kohën e pushtetit të Bashkimit Demokratik për Integrim, jo që flitej në të gjitha institucionet, po edhe në për kabinetet e kryeministrisë këndoheshin këngë patriotike shqiptare. E keni parë? Po. Ilir Shaqiri brenda kabineteve. Po, e vërtet. Po, për çka flasin këta sot? Ku i mundohen ta gënjejnë? Ku i mundohen ta rrejnë? Del tash ai zëvendës kryeministri shqiptar. Gjuha shqipe nuk është zyrtare në Maqedoni. Gjuha shqipe, më e keqja, është gjuhë për kthyer. A ju lutem. Ne hoxhallarët themi për i Zotit ju pyes. Çfarë nën kupton nga shprehja gjuhë për kthyer? Gjuha shqipe, gjuhë për kthyer. O zotni, gjuha shqipe daton prej kohës së Nuhit alayhi salam, prej 3 vjenëve të tij. Prej këtu datojnë edhe gjuhët semite, indo-evropiane dhe evropiane. po. Nga djent, Hami, Sami dhe Jafethi. Nga Sami burojnë gjuhët indo-evropiane, pjesë e të cilës është edhe gjuha shqipe. Po. Kemi plot profesor të gjuhës të cilët mund t'ua konfirmojnë këtë. Me patjetër, sepse kjo është edhe fakt që ekziston, mund ta lexosh. Fakt që ekziston. Po. Për Samin thuhet se ka jetuar diku 4000 vite më herët. Kjo gjuhë është e vjetër. Llogaritet ndër më të vjetrat, gjuhët më të vjetra botërore. E tash të del dikush të thotë se qenë ka gjuhë për kthyer. A di çka nën kuptojnë nga fjala gjuhë për kthyer? Nga fjala e atij ahmaki unë nën kuptoj një gjë. E për kthyer nga gjuha slavo-maqedonase. Këtë e ka kuptim. Kur ishim ne, nuk kishte askush as në Ballkan, as në Evropë. Shqiptarët janë populli më i vjetër në Evropë. Bëjeni mend këtë. Për Samin thuhet se për spari herë e ka folur gjuhën shqipe. Këtë nuk e thonë vetëm historian shqiptar, që mund të thua se është shqiptar dhe anon ka vetvetja, por e thonë historian dhe kulturolog me famë, me renome, me autoritet botëror. Në mesin e tyre, vepër e përkthyer në gjuhën shqipe, unë e kam në shtëpi, vepra e quajtur Enigma, autori francez, me fe, me religion krishter, ai i përmend gjitha këta fakte, unë u asjell këtu, edhe shumë historian të tjerë të ri, që këtë që e thash, e verifikojnë me fakte të pakontestuara historike. Do më thuash kështu, si vlerëson, pasi jemi tek partitë politike, si vlerëson reagimet e djeshme që bën partitë politike, reagimet e sotme, me njëherë pas protestës, si opozita, ashtu dhe pozita? Shikoni, thash, është bindje e çdo kuj. Po. Çdo kush ka të drejtë. Qoftë edhe vllau im mua nuk më pengon pse ai është përkrahës i Vlenit,
pse unë e dua shpirtrisht Ali Ahmetin, pse unë e dua Bashkimin Demokratik për Integrim, edhe ati nuk duhet t'i pengon fare, kjo sepse, lexoni në për komente nga ignorant, nga demagog të klasës së parë, nga budallën të një lloji të veçantë. Pse kjo është me BDI-n sulmet hatashme? Pse kjo është me Vlenin sulmet hatashme? Po çkam hyn rrugë mu se a është me Vlenin ai apo jo? A është ky me BDI-n apo jo? Na jemi një gjak, kemi një gjuhë, na jemi vëllezër, edhe ju betohem në Allahun fuqiplot. Edhe vllau im që ma ka lind nëna. Nëse ka dëshirë t'jetë me Vlen, urdhno. Ti përsërije vllau im, mua nuk më pengon fare. Por duhet dim të lexojmë. Dikush që del tallet me studentët sot, me atë që Bashkimi Demokratik për Integrim e arriti me tytën e pushkës, u detirua të mbështetet për muri. Ai nuk e deshi atë. U mundua, i provoi të gjitha format demokratike. Por, kur pase nuk ka alternativ tjetër, atëherë u kap pas asaj dasme e cila solli fryte dhe rezultate, që ky popull nuk i pa asnjëherë këta 22 vjet. Ata të gjithë e përshëndetën, të gjithë e përkrahen. Pse e përkrahen? Se vetë me Vlen Ademi, edhe në protestën e parë në prill, ai doli dhe bëri thirrje publike. Hap të zi kërkoj. Të gjitha partitë politike, të gjitha shoqatët, të gjithë njerëzit, të gjithë faktorët me autoritet, me reputacion, me relevancë, le të dalin në protesta, le t'i përkrahin. Pse nuk e marrin pak parasysh deklaratën e tij, kërkesën e tij, edhe tash? Po më thoni pse politizohet kjo protestë? Ju mendoni që kjo është protesta e studentëve apo ka një parti politike që u qëndron mbrapa? Unë mendoj bukfalisht nga vetë kërkesat e studentëve, se është kërkesë e studentëve, e nuk i qëndron asnjë parti politike pas, por partitë politike që edhe figurat e ndryshme nga partitë politike, nuk është çudi që dje, ndoshta edhe ndonjë figurë e Vlenit ka qenë prezent. Nuk e di, nuk mund ta mohoj. Bashkimi Demokratik me krejt strukturat e veta ju përgjigjen thirrjes sa me Vlen Ademit. Incizimin e ke. Po. Fakt, argument të gjallë ke incizimin i cili kërkon përkrahje. Ej, studentët janë të ri. Studentët janë në një moshë ku mund del një flicësir, një shqiptar i cili e ka tradhtuar gjuhën e vet, e ka shitur gjuhën e vet, ose një i huaj që as pak nuk na don, ti tremb, ti frikson. Ata kanë nevojë për ndihmë, ata kanë nevojë për përkrahje. Ata kanë nevojë dikush të jetë krahu i tyre. Pasi që janë të ri, aty kanë qenë edhe prindërit e tyre. Patjetër që po, normalisht. Aty kanë qenë edhe familjarët e tyre. Aty kanë qenë edhe shumë hoxhallar të tjerë, të cilët kanë qenë pa uniformën e hoxhës. Po. Mos mendoni se vetëm ky hoxha është patriot. Ka pasur plot hoxhallar që kanë qenë pashall. Nuk e di arsyen pse se kanë venduar, a janë friguar pushtetit aktia ati, po kryesorja ka pasur edhe do të ketë. Do me thënë s'keni qenë ju hoxha i vetëm. Nuk kanë qenë hoxha i vetëm, po një punë tjetër e di, se priftërin nga vetë popullin nuk pati. Asnjë. Tani priftërin shqiptarë në Maqedoni nuk ka. Mendon ju që duhet të vinë prift nga Shqipëria dhe Kosova? Pse mos vinë? Kur jeni një popull, kur historikisht asnjëherë nuk kemi pasur incidente në mes vete. Jemi dashur, kemi festuar Bajram e Pashk bashk. Këtë thot poeti i madh, Gjergj Fishta. Po. Sot, vetëm në trojet shqiptare, vetëm në një qytet shqiptar, askund në botë,
nuk mund të gjesh në një obor kishën edhe xhami. Janë dashur edhe kanë kërsitur për njëri tjetrin. Ka dalë familja e priftit në arë, ta punon arën, ka ikur në rrugë 2-3 ditë, i ka thonë familjes së hoxhës, emanet, robët e mi, ec lirisht, shko, se për këta kërset pushka. Ose e kundërta, djep se nuk pak. Kjo më çuditur. Po tani unë nuk e di që fet ndahen, unë mendoj që si priftërinë, si hoxhallarët, shqiptar janë shqiptar. Shqiptari është shqiptar. Dhe kauza shqiptare. E ardhmja shqiptare. Gjuha. Kombi, kultura, neve duhet na bashkon. Jo të na ndan. Ne kemi 3 fe, por kemi një adhë. Kemi një shqiponj, 2 krenare, të larë me gjak, kuq e zi, ai ngjyra e kuqe simbolizon gjakun e derdhur në luftrat e mbretërive tona me romakët, ndërsa ngjyra e zezë simbolizon mbajtjen zita atyre burrave dhe vajtimin e grave shqiptare për djemtë dhe burrat. Ajo shqiponja në mes është këtë na e ligjeronte indjeri profesori im shumë i dashur, Allahu e shpërbleft me xhenet, profesor doktor Remzi Nesimi në Fakultetin e Shkencave Islame. Ne kemi qenë një gjenerate artë që patëm fatin të kemi profesor të lëmive të ndryshme të përkryer në të gjitha shkencat. Remzi Nesimi ishte albanolog numër 1 në të gjitha trojet tona. Ju ndoshta nuk e keni arritur. Gramatika e tij e shkollave të mesme mësohej në Shqipëri, mësohej në Kosovë, mësohej në Maqedoni. Unë e kam pasur profesor. Ai thoshte në luftën e përgjakur kapen 2 shqiponja me zvete dhe ngordhin. Dhe prej atëherë, nga koha e pushtetit romak, mbeti kjo shqiponja, se flamuri kombëtar historikisht ka ndryshuar nga pak, por ngjyra kuqezi edhe shqiponja ka qenë historike gjithmonë. Historike për gjithmonë. Tani, për ne është shumë e rëndësishme, i nderuar hoq, që studentët të dalin shpirtërisht dhe fizikisht të dalin mirë nga këto protesta. Ne nuk jemi pro, domethënë, deri së gjakut, në asnjë mënyrë. Jemi në një kohë të vitit 2026 dhe studentët tanë, unë që në fakt dua t'i përgëzoj, mosha e tyre është 18, 19, 20, 21 vjeç, nuk janë më të mëdhej, kanë treguar një qytetarizëm të papar, kanë treguar një edukat të papar dhe gjatë gjithë protestës dje, sepse kemi qenë realisht në vit të drejt bashk, sepse unë të kisha para gjatë gjithë kohës kur ju ishit në raditjet parë me studentët, pash një lloj maturie të studentëve, domethënë nuk provokoheshin, ndiqnin qëllimin e tyre dhe po ta studiojmë bukur gjën që ato kanë bërë, ato kanë thënë që në start ne nuk duam të bëjmë luftë, ne nuk duam të krisin me palën tjetër, ne kërkojmë një të drejtë të cilën e kemi në kushtetut, por që në fakt nuk futet në funksion nga ana e Ministrisë së Drejtësisë, sepse një ministër Maqedonas mbani natë. Tani, cili është mesazhi juaj dhe çfarë duhet të bëjë rinia shqiptare sot që të themi të largohemi jashtë luftës, le të ikim nga këto, domethënë gjuajtjet, thikat e tjerë dhe të ketë sa më pak urrëtie që domethënë ta marrim këtë gjën që ne e duam ta marrim me dinjitet, sepse në fund të ditës çdo gjë e bukur fitohet me dinjitet. Studentët ishin shumë të matur, shumë të sjellshëm. Në fjalimin e tij zotëri Mevlani kërkoi qetësi, kërkoi maturi, edhe në fund, kur gjithçka përfundoi në rregull, tha ju lutem, siç kemi ardhur, të largohemi. Qetë, butë. Por një gjë i nderuar duhet ta dish, se ai Këndezi kishte thënë do të iki derisa të mbështeten për muri. Do të iki deri në Kafas. Por te Kafazit tim nuk kam ku të shkoj.
Nëse këta student mos e dhash Zoti të mbështeten për muri, kur nuk do të kenë se ka të shkojnë, kur nuk do të kenë se ka të jambajnë, atëherë këta protesta do të marrin krejtësisht kuptim tjetër. Që nuk kupton? Unë sa arrita ta kuptoj nga fjalimi i vet Mevlanit, kërkesat do të rriten. Ai në fjalim e tha, Po. bukfalisht, kërkesat do të rriten. Nuk mund kujt i kujtohet në këtë shtet të luan, të tallet me një komp i cili mira vite ekziston për atyre në këta troje. Këtu është në pyetje vullneti politik. Ligji ekziston. Normativat janë shumë të qarta. Ata që e njohin dhe dim ta lexojnë kushtetutën ashtu siç duhet. Ata e kanë shumë të qartë se gjuha shqipe këtu është legale, legjitime, është zyrtare. Sot, nëse ati i mohohet një e drejt kushtetuese, mbajeni mend se këta protesta mund të kalojnë edhe në mosbindje civile. E thua këtë? E them me plot përgjithësi. Mund të kalojnë në mosbindje civile, po mund të kalojnë, mos e dhash Zoti, edhe tek një dasëm që këtij shteti nuk i duhet. Ti thua që në qoftë se tani nuk kemi një Nëse reagim. në dasmën e vitit 2001 e mbështetën Serbia, e mbështetën shteti bulgar, e mbështetën ushtar rus, ne shqiptarët në vitin 2001 nuk kemi luftuar vetëm kundër këtyre, për të arritur të realizojmë të drejtat tona. Ne kemi luftuar edhe me dy shtete fqinje. Sot Maqedonia është në NATO. Po. Le të mos presim ndihmë prej askujt. Nuk jemi popull i vogël. Shqiptarët janë popull, mbaj mend të prej meje, se rrallë kund mund ta gjensh në histori. Popull në botë 16 milionësh. A të thash pak më herët. Nëse sot në Maqedoni i ke 1 milion shqiptar, edhe i ke, po na fshehin. E vërtet është kjo. Vërteta nuk e tregojnë asnjëherë. 2/3 i kanë Turqi. Atëherë 2 milion i kanë Turqi. Në krejt globin toksor, në krejt rruzullin toksor, ne jemi popull 16 milionësh. Po edhe 6 milion me qenë, ne tona nuk e japim asnjëherë. Kjo gjuhë është e shejtë. Kjo gjuhë është gjuhë e Perëndisë. I madhi Zot në qiell, Shqipëria në tokë. Këtë kurrë të mos të harrojnë. Dhe le ta dinë se nëse atëherë u gjunjëzuan para pushkës së Aliametit, tash do të detyrohen të ikin edhe më larg. Jo vetëm nga pushka e tij, po nga mlefi dhe urrejtja të cilën vetë kryeministri ka ndaj popullit ton dhe është duke e mbjellë në mesin e kësaj popullate. Unë nuk e di çfarë mendon ai njeri. Se a mund të ekziston dhe a mund këtë shtet të quajtur Maqedoni pa shqiptarët? Kurrën e kurrës. Këtë vetëm mund ta ëndron, ta sheh në ëndër dhe të merret me imagjinata, por realiteti është krejt e kundërt. A mbajeni mend një send se ai mos sot nesër do të lëshon pe. Se krejt kjo politik për përfitime politike të vëmëros, nesër do t'i kthehet bumerang. Nuk jemi vetëm na shqiptarët të anashkaluar. Pa është dje rreth e rrotull Maqedona s'plot me telefona në dorë. As kujt nuk i intereson. Po të cilët filmonin e pashë rrugë të gjën. Po. Ka dal një djalë i ri me të dashurën e vet, është ulpi, nuk i intereson fare kjo punë. Nuk merret populli. Kishte edhe nga ato që duar trokisnin realisht kur kalonin. Lart
Nuk e dia incizuan ajo Maqedonas për duar trokistin. E pash edhe unë atë pjesën duar trokistin As populli Maqedonas nuk don luftë. Populli don të ardhura ekonomike. Populli don jetë më të mirë. Mjaft më me shovinizma, se shprehja nacionalizëm është e mirë. Po. Po shprehja shovinizëm nuk bën. Këtu kemi një shovinizëm të papar politik. Të politikanëve, jo të popullit. Nacionalizëm do të thot juridikisht. Ta duash tënden, por ta respektosh atë të tjetrit. A shovinizëm do të thot ta dua vetëm timen. Tjetrin mos e njoh fare. Jo. Është mirë kur populli është nacionalist. Edhe ky Hoxha është nacionalist. Po Hoxha nuk është shovinist. Këtu kemi shovinizëm politik. Populli vuan për një kafshat buke, ata mundohen ta manipulojnë, ta gënjejnë me shovinizëm që nuk pin ujë askund. Kombi apo feja? Pyetja më së shumti që është bërë, ja Hoxha para prak që mund të ma jep këtë përgjigjen, se në fakt e kam bërë dhe më parë si çështje, por dua të dëgjoj mendimin tuaj dhe për fund, sepse kemi kaluar çdo minutazh të mundshëm realisht, do më japësh qëndrimin tënd drejt studentëve, cili ishte mesazhi që ju duhet ta përçoni, nga që ju keni takuar me Vlanin personalisht, keni biseduar me të, keni marrë dhe qëndrimet e tij, më thënë një djalë që realisht është krenarisht shqiptare. Feja apo kombi? Feja dhe kombi janë dy dek të një trungu. Bëje mend këtë. Janë si shpirti me trupin. Janë të pandara. Për të vërtetuar të vërtetën, i pyes të gjithë ata të cilët japin prioritet kombit ndaj fesë, ose të kundërtës. Një pyetje të cilën unë e di, po këtu nuk do ta them. Cili ke shqiptari i parë i cili gotës i tha gotë? Cili ke shqiptari i parë në historinë e tërë njerëzisë, e tërë këtij populli, që orës i tha orë, unazës i tha unazë, kravatës i tha kravatë. Let ma gjenë mua, këtu e gjenë përgjigjen feja apo kombi. Feja dhe kombi janë pandara. Është mishi me thua, do të thuash. Mishi me thua, shpirti me trupin, të pandara. Feja thërret në dashurin ndaj kombit. Shikoni, ka një thënie profetike, thot kështu. Dashuria ndaj atë dheut është pjesë e imanit, pjesë e besimit. Islami në mesin e këtij populli solli shumë gjëra, por gjeti edhe shumë gjëra. Islami e solli besën, po e gjeti besën. Islami e solli mbulesën, po e gjeti mbulesën mesin e popullit shqiptar. E vërtet. Sot e kundërta. Shkoj edhe Islami, shkoj edhe kombi, lakuritësi në rrugë, turp sa të duash, apo e ti tha, populli thonë, por derisa ka ndere dhe namus, kur të vdes, kur të humb ndera dhe namusin e një popull, tha ju bëj ben zot, tha se ati, nuk i thonë popull, po ati i thonë femra dhe meshkuj. A femra dhe meshkuj janë, më falë shpreje, edhe lopa edhe mazati, edhe kali edhe pela, edhe qeni edhe kudra. Ku e kemi moralin? Ku e kemi besën? Ku është besa që na u premtua në zgjedhjet parlamentare? Pak më herët, më preket më akuzuat se ki qëndron. Personalisht qëndroj. Jo nuk të akuzova. Është një lajm ai. Po. Në zgjedhjet parlamentare. Fuqishëm vrapova pas Vlenit. Ata e din shumë mirë. Arrita, votova Vlenit. Kam vrapuar
sa ka mund se besova në ndryshim. Ashtu më paraqitën. Shqipëri natyrore, Shqipëri etnike, nga një Shqipëri e madhe në solën një Sërbi të madhe. Shqipëria i nderuar në Gërçec, në bastionin e BDI-s. Pikrisht, ka plot dëshmitar. Ky Bekim Saliu, tha prej ju shkërkoj 350 vota. Në këtë fshat, në Gërçec. Thash, prej meje i ke 500 e më tepër. Nuk ja kish marrë mendja kuj, se do të arrit të amposhti Bashkimin Demokratik për Integrim në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Ku mbetën premtimet e tyre? Çfarë ndodhi me këtë popull? Ku mbeti gjuha shqipe? Përjashtohen nga puna shqiptarët? Nuk lejohet të flasin në përzyra gjuhën shqipe? Nuk na lën Mickovski, nuk na lën Filani, nuk na lën Fisteku? Po pse keni hyrë atje? Zotri, nëse je i paaft, ik prej atje. Nëse nuk mund të bësh asgjë, tërhiqu, bashkohu me të tjerët dhe mbyllja goja një herë për gjithmonë. Në zgjedhjet e kaluara tash lokale, dhe them publikisht, edhe s'mërzitën fare hiç, as pak. Kur e pa se nuk bën as një sent, thash 22 vite e votova Bashkimin Demokratik për Integrim. Zgjedhjet e kaluara. E votova Vlenin, besova, mendova, besova në atë ndryshim që e premtua, kur pas se s'ka kur një sent. E të hoqa. Filluan intervenimet e ndryshme nga Vleni, që përsëri të merrem me aktivitet politik, në familje, në popull, në elektorat. Ma dërgon Filonin, ma dërgon Fisteku, nuk e një askendin. Në fund detirohet vetë zotëri Izet Mexhiti, të ma dërgon njeriun, kërkon takim, çka të duash? Prej meje e ke. Ka dëshirë, javën e fundit, premtime të mdhaja, nëpërmjet një nipi timit. Edhe këtë e publikova në Facebook. Falenderit shumë i nderuari zëvendës kryeministër i asaj kohe. E mandej u bë kryetar komune. Po, mua një gjë ma ka mësuar gjysh jestër gjysh, që kur të mos lejoj të kafshohem 2 herë nga i njëjti gjarpër. Kjo ishte përgjigja ime ndaj atij. Përfundoi gjithçka. I mençuri, kur nuk lejon të kafshohet 2 herë nga i njëjti gjarpër. Çdo gjë që premtohet për këtë popull, çdo gjë që premtohet për punësime për njerëzit, asgjë nuk përfillet. Krejt i lat pas dore. Norma teologjike islame thot kështu: kush nuk ka bes, nuk ka fe. Kush nuk e mban premtimin, nuk ka iman. Ai i cili shkel me këmbët e veta nga ajo që ka premtuar, ai nuk ka besim. Nëse një herë më tradhtove, nëse një herë më lën rrugë me gjithë njerëzit e mi, që u premtova shumë gjëra, që sot unë jam hoç, nuk kam fytyrë t'i shoh parasysh. Ti thua që ke dalë gënjeshtar. Dal gënjeshtar nga premtimet e tyre. Sot nuk kam fytyrë t'u paraqitem, apo? Po unë u atregoj haptazi se kush mi premtoj, si mi premtoj. Punësim këti, punësim ati, punësim ati. Ju lutem tash, nëse t'kam premtuar diçka. Si do t'dal parasysh? E kuptoj. Nuk është turp për mua. Është shumë e rëndë. Rënd është për mua, turp është për mua. Dal edhe ta takoj atë njeri, për cilin ai më gënjeu herën e parë, edhe kërkon përkraje herën e dytë. Më falin shpreha, i majmuni kishte thënë herën e parë, po ama dytën harroje. Edhe e di si e ka pikrahun? E di, shumë mirë e di. Fatkeqësisht, neve i nderuari moderator do ta përfundoj me këtë fjalë të Astjaliut. Na tradhtuan ata të cilët i besuam më së shumti. Tradhtuan gjuhën, tradhtuan popullin, tradhtuan gjuhën. Tha kështu: nuk të ka tradhtuar besniku,
i ke besuar tradhtarit. Mbaje mend, nuk të ka tradhtuar besniku, por i ke besuar tradhtarit. Aliameti nuk është melek. Njeri të përkryer nuk ka. I përkryer është veç Zoti. Vetëm i madhi Zot. Po. Vetëm melekët janë të përkryera. Çdo njeri ka lëshimet, gabimet e veta. Ai i cili pretendon se është i pagabueshëm, ai gënjen, ai rren, ai është rrënaveci më i madh në krejt rrezullin toksor. Edhe Aliameti mund të ketë lëshimet e veta. Por ai burr ka vijat e kuqe. Ai kur nuk bëri tregti, pazarllëqe dhe negociata në dëm të kësaj gjuhe. Këtë them publikisht, le të bën dikush, le të thot. Jo. Ai edhe po të don, nuk ja lejon ndërgjegja, se për këtë gjuhë ai derdhi gjak. Për këtë gjuhë ai ndeti ekzil, vite e vite të tëra jashtë, derisa arriti ti mobilizon njerëzit dhe janë prej 2024 vite që flasim shqip pa problem. Apo, në kohën e tij, problemet filluan pasi paku të rëhoqaj. Ndoshta pak e të prova me çështjet politike, po vallahi Jo, për kundrazi, unë shoh një shpirt shumë madhëtar tek ju. Ky popull na dhem, kjo gjuhë na dhem. Që të dhem. dhem shumë populli shqiptar. Shumë e vërtetë se më dhem. Po. Këtë e them këtu, do ta them edhe nesër në ditën e gjykimit para të madh. Je prekur shumë nga studentët, edhe sinqerisht unë jam prekur. Po secili preket. Po. Unë e thash, ata janë ardhmëria e këtij populli. E vërtet. Nëse sot nuk i ke ata, nesër nuk e ke popullin, o Zotin. Ata janë që vinë pas neve. Nëse ata i edukojmë në frymën e patriotizmit kombëtar, ai nesër do të martohet, do të bëhet prind. Nëse i ke 2 prind të shëndosh në frymën e patriotizmit kombëtar, ke një familje të shëndosh. Nëse e ke një familje, e ke një shoqëri. Nëse e ke një shoqëri, e ke një kombë të tërë. Këtë njerëzit tonë harrojnë. Prej atyre fillon çdo send. Ata duhet t'i stolisim me atributet, me karakteristikat, me cilësitë më të dashura që ka pasur, ka dhe do të ketë ky popull. Çfarë do t'i kishe thënë me Vlanit, Suebit, Jonit, tani nëse s'na kujton edhe emrat e tjerë, studentëve nga Tirana, Kosova, Maqedonia e Veriut, shqiptarët student të Malit Zi që ndoshta edhe të t'ju bashkohen protestave të tjera, cili ishte mesazhi juaj, hoxhi i nderuar, për këta student? Mesazhi i çdo kendit vjen nga vetë profesioni i tij. Unë jam magjistër i shkencës së andragogjisë, edhe i kriminologjisë, po bazat e mia i kam në teologji. Dhe mesazhi im do të shkon nëpërmjet rreshtave të fakteve tradicionale islame. Kam një mesazh që duhet ta lexojnë ndërmjet gishtave, edhe me Vlani, edhe çdo student, edhe çdo kush tjetër. Në luftën, kur Algjeria, Tunizia ishin në okupimin e Francës. Në një fshat ishin strehuar 2 snajperistë në një fshat islam. 2 snajperistë të famshëm musliman. E rrethoi fshatin ushtria franceze. Por nuk e din vendqëndrimin e tyre që t'i bombardojnë. Në hyrje të fshatit e zun një plak me një djalë të vogël 10 vjeçar. Thanë, na tregoni se ku janë, ku është çerdhaja e snajperistëve. Plaku foli më njëherë. Tha, do t'u tregoj, por me një kusht. Tha, vriteni këtë djalin, atëherë do t'ju tregoj. E prori francez pa një pa dy, nxori revolen, ja shkrepi djalit në kokë. 10 vjeçar.
u kthi plaku ka ushtaraku frances. Tha dëgjoj tash, ki djali, tha ishte nipi im, djali i djalit. Tha edhe unë edhe ki, të dy e dinim se ku janë të strehuar snajperistët. Po të ma kishit vrarë mua, kjo është fëmijë, kjo është i vogël. Kjo nga friga, do të detyrohej të tregonte se ku janë. Tha, por atë ju shtirë. Se ju, për ta marrë vesht se ku janë të strehuar ata, tha duhet tash me marrë mu, edhe me mprej prej kësaj majës gishtit, deri te kjo qimja e fundit, me ngri, a për ta marrë vesht kurrën e kurrës. Kjo është dashuria ndaj Allahut. Kjo është dashuria ndaj vatanit. Këtë mesazh le ta merr me vlani edhe çdo student tjetër. Dhe e dyta, le ta merr edhe këtë mesazh. Muhammed Mustafa alayhi salam e detyruan ta lëshon Mekën. Boni emigrim nga Mekja në Medinë. Kur e bëri hijretin, kur e detyrua ta lëshon Mekën, dul në kodrën e fundit prej ku dukej Mekja. U kthy ka Mekja, me syt përlotur, me zemër të pikluar, nga adheu, nga mamadheu i vet. Tha, oj Mekja ime e dashur, o shkupi im i dashur, o vatani im i dashur. Tha, vallahi, si kur të mos më kishin përzën këta zullumqarët. Tha, kur nuk do të lëshoja. Dashuria ndaj adheu. Tha, kur nuk do të lëshoja. I madhi Zot e dërgoi Xhibrilin alayhi salam i tha kështu: Inna Allaha la radduka ila Ma'ad. Tha, ja Muhammed, i madhi Zot të bën selam se një ditë do të kthehesh. O ju student të dashur, pa ju nuk do të kthehemi. Me ju do të kthehemi aty ku kemi qenë. Vazhdoni se do të na kemi përgjithmonë krah jush. Nderoni, respektoni gjakun e dëshmorëve tonë. Respektoni patriotët tonë. Se respektoni kombin dhe atë dhëun tuaj dhe tonë. Ju falenderit. Faleminderit shumë hoç. Falenderit. Unë jam shumë i lumtur që ishe pjesë e emisionit A më dëgjon. Faleminderit për mesazhet. Dhe uroj që zëri shqip të frymojë gjithmonë. Dhe kjo të jetë trashëgimi brez pas brezi, ashtu siç ne kemi trashëguar që nga Kastragjishërit, aty ku ne mbaj mend, e deri tek fëmijët tanë, të fëmijëve tanë që urojmë që ti ndjefim, ti shijojmë. Dhe shtima dhe Zot, ja Rab. Faleminderit. Faleminderit. E pra të dashur shikues, ishte kjo intervista, një intervistë shumë e ndjerë në fakt. Ju faleminderit shumë që na ndoqët. Unë dua ta mbyll me patjetër me një fjalë, duke ju dhënë mbështetje të patjetërsueshme të gjithë studentëve, por njëkohësisht edhe duke u thënë që gjaku ujë nuk bëhet. Andaj të gjithë së bashku mund të arrijmë që të ngrejmë ashtu siç Zoti na e ka dhënë shqipen ballë lart. Ne takohemi në edicionin e radhës. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në për të gjitha platformat tona digjitale.